Përshëndetje, mirë se keni ardhur në episodin e radhës të ProLiq Podcast. Sot është një podcast jo vetëm profesional, por edhe pak emocional për sa i takon marrëdhënies që unë kam me të ftuarën, e cila është avokate Albina Kola, shoqja ime e hershme e Fakultetit të Juridik. Kemi ndarë bashkë rrugtimin profesional nga bankat e shkollës deri tani që flasim bashkë. Mirë se erdhe Albina. Edhe për mua është pak e vështirë në këtë kontekst të flasim. Edhe unë të përgëzoj, jam mersi shumë e lumtur për arritjet e tuaja dhe një nga ky emision është një nga emisionet që ti po i bën me shumë profesionalizëm dhe të uroj në çdo gjë vetëm të mira, edhe qofshin kujtimet e bukura që kemi bashkë, edhe të vijojmë shoqërinë tonë edhe të rritemi të dyja nga ana profesionale çdo ditë. Të jemi sinqert, dua që kjo të shërbejë edhe si një thirrje për ata studentët e rinj që sa e kanë marrë nisjen e rrugtimit të Fakultetit Juridik dhe janë skeptik për tregun e punës. Ne të dyja e dimë shumë mirë se çdo treg që është aty jashtë nesh ka disa dimensione. Dhe ky që ne kemi ndërtuar kam përshtypjen që është më i shëndetshmi, le ta quajmë kështu, sepse duhet ju bëjmë thirrje të gjithë njerëzve që çdo profesion që zgjedhin të rinjt sot ka ato hapat e para të vështërsisë. Dhe normalisht ti je edhe person që publiku të njeh, të do, dhe ka një qasje të tmerrsisht pozitive profesionale ndaj teje. Të kam ndjekur dhe normalisht me plot bindje dhe për zemërsi i them këto fjalë. Unë sot të kam ftuar më shumë se sa shoqe, si një njeri profesional, për të folur për një temë që është derivati të drejtës familjare. Duke qenë se e kemi trajtuar këtë temë në episodet e mëparshme, ka pasur një interes të shtuar. Dhe tema që ne të dyja do trajtojmë sot është padia e kundërshtimit të aftësisë të prezumuar. Çfarë është padia e kundërshtimit të aftësisë të prezumuar, Albina? Atëherë, padia e kundërshtimit të aftësisë të prezumuar është një padi që ngrihet kur plotësohen disa kushte. Së pari, kemi të bëjmë me një fëmijë që ka lindur nga martesa. E para është, pra, ligji thot, fëmia që lind nga martesa ka për atë bashortin e gruas. Dhe gjithashtu një parashikim tjetër është edhe fëmia që lind brenda 300 ditëve pas zgjidhjes së martesës ka po ashtu një prezumim ligjor, sepse ati i tij është bashorti i nënës, por me një përjashtim ku thuhet që në rast se kanë kaluar pra brenda këtyre 300 ditëve nga zgjidhja e martesës që ka marrë formë të prerë, nëna ka bërë një martesë të dytë, atëherë në këtë rast prezumohet babai biologjik i vërtet që është nga martesa e dytë. Nëse jemi në këto kushte, atëherë duhet ngrejmë një padi të kundërshtimit të aftësisë së prezumuar. Aftësia e prezumuar është një aftësi që e vendos ligji, pra neni 180 dhe nenet e tjera të kodit të familjes, ku është një prezumim relativ, themi, nuk është absolut, sepse në shumicën e rasteve ky prezumim aftësia nuk i përgjigjet të dhënave biologjike. Pra, në shumicën e rasteve kjo aftësi e prezumuar nuk tregon babain e vërtet. Dhe për këtë arsye ngrihen padi. Në përditshmërinë time si avokate, po shikoj që ka shumë raste të tilla, edhe problematika është e gjerë. Dy format në të cilat ngrihet kjo padi është e para në shumicën e rasteve kur e nis gruaja dhe padit atësin, domethënë burrin e prezumuar, dhe kërkon thjesht që të çnjoset kjo domethënë të hiqet kjo atësi dhe fëmia të ngel pa atësi, pra me siç thuhet në vendimet e gjykatave, të mbes me atësi i panjohur, dhe çdo person që pretendon se është babai biologjik me miratimin e nënës në gjendjen civile paraqitet dhe bën njohjen e atësisë së vërtetë. Mënyra e dytë, e cila është një mënyrë që zgjidh më shumë, besoj unë, sepse ngrihet nga nëna në të shumtën e rasteve, paditet ati i prezumuar, por futet si person i tretë ati biologjik. Dhe testi ADN-s e bën ati biologjik. Në momentin që ati biologjik nga testi ADN-s del se është ai ati biologjik, pra mostrat e ADN-s përputhen me fëmijën, atëherë automatikisht gjykata e pranon padin dhe njëkohësisht cakton atësinë e vërtet të atit që ka bërë testin dhe njëkohësisht fëmia merr mbiemrin e babait të vërtet. Këto janë dy raste që ne hasim në praktikë
dhe që unë kam pasur shumë dhe përditshmërinë time, sepse janë shtuar jashtëzakonisht shumë. Cilat janë personat që legjitimohen për ta ngritur këtë lloj padije? Ti e ceke pak që është nëna. Personat të tjerë që mund të legjitimohen? Nëna, babai i prezumuar, fëmia. Por ka disa dallime për sa i përket afateve të parashkrimit. Kur e ngre nëna, ajo duhet ta ngrej brenda një viti nga lindja e fëmijës. Kur e ngre ati i prezumuar, ai duhet ta ngrej brendja një viti nga marrja dieni për lindjen e fëmijës. Ndërsa fëmia, kur bëhet madhor, nuk ka afat, domethënë mund ta ngrej në çdo kohë. Por, diçka që unë sërish e kam vënë re në praktikën time, është se kur njerëzit vinë me fëmijë 2 vjeç, 3 vjeç, trëmben, më thonë avokate, por ligji thotë kemi kohë 1 vit, ka kaluar 2-3 vite, si do ja bëjmë, a mund ta hapim një proces gjyqësor? Çfarë ndodh me këtë rast? Dhe përgjigjja në këtë rast është lidhet me kodin e procedurës civile dhe kodin e familjes, sepse kodi i procedurës civile ka parashikuar. Domethënë, kur mbushet një afat parashkrimi dhe pala kundërshtare nuk e ngrëh si pretendim, gjykata nuk mundet kryesisht që të thotë që të ka kaluar afati, sepse nuk ka kërkuar pala tjetër. Ndërsa kur e kërkon pala tjetër dhe thotë që nuk jam dakord ka kaluar afati, atëherë ne kemi institutin e rivendosjes në afat. Pra, për shkak që sepse dihet që marrëdhëniet familjare, sidomos përcaktimi i atësisë tënde është në interes publik, gjykata ka pasur raste që i ka rivendosur në afat gjithmonë për interesin më të lartë të fëmijës që ka dominuar në këtë raste. Albina, duke qenë se kodi i familjes njeh dhe bashkëtesën ligjore, atë të regjistruarën pranë gjendjes civile, por flasim në raste kur nuk është e regjistruar dhe nuk njihet si fakt juridik. Për fëmijët që lindin në bashkëtesë, si trajtohen ligjërisht dhe si bëhet njëja atësisë? Atëherë, ndryshe nga sa tham për fëmijët që lindin nga martesa, ku kemi një nen të kodit familjes që përcakton qartësisht që kemi prezumim të atësisë, për bashkëtesën, e cila siç the ti është e rregulluar në kodin e familjes, nuk aplikohet ky institut. Pra nuk kemi fëmijë me atësi të prezumuar. Në këtë rast, një fëmijë që lind nga bashkëtesa, për të përcaktuar atësinë e tij, duhet të paraqitet në gjendjen civile dhe të bëjë një njohje vullnetare të atësisë dhe që në atë moment fiton të gjitha të drejtat duke njohur atësinë fëmijës së vet dhe njëkohësisht dhe mbiemrin. Fatkeqësisht, masivisht ka raste kur ky ati prezumuar nuk paraqitet fare në gjendjen civile dhe nuk e pranon atësinë. Çfarë bën nëna në këto raste? Atëherë, në këtë raste, nëna do të ngrej një padi për të kundërshtuar këtë fakt, që ta detyrojë pastaj babain e vërtet që të njohë fëmijën, përsërish me proces gjyqësor. Tek procedura e kryerjes së ADN-s, si proces biologjik, sa zgjat përafërsisht kjo procedurë deri në ekzaminimin final të ADN-s? Edhe për këtë unë desha të bëj disa, për njerëzit që mendoj duhet ta dinë, është çështja e ADN-ve që bëhen në mënyrë private. Pra, janë hapur klinika të caktuara që japin të drejtën për të bërë ADN-ja. Dhe më ka ndodhur që shumë klientë kanë bërë ADN-n te këto klinika private, kemi shkuar në gjykatë dhe gjykata nuk i ka pranuar. A ka një listë klinikash të akredituara? Sepse gjykata përcakton te biologu, ose si quhet ndryshe ai që bën testin e ADN-s, duhet të jetë i licencuar nga Ministria e Drejtësisë dhe ka një listë të ekspertëve të ADN-s të cilët i cakton gjykata. Dhe një argument që më ka thënë edhe gjykata në rastet e ADN-ve të bëra privatisht është se ato nuk janë objektive, sepse janë caktuar me vendim gjykate. Tani varet, sepse kemi disa kompani që ofrojnë kryerjen e testit të ADN-s, ai varet, domethënë edhe nga ngarkesa e institucionit, por që nuk varjojnë. Fillon procesi, cakton gjykata, mund të shkojë 1 muaj e gjys, ka pas raste emergjente 2-3 javë. Pra, sepse janë futur edhe disa ekspertë që kanë ato klinikat avancuara me metodat më të fundit dhe i bëjnë shumë shpejt.
Për të mos u penguar dhe ecuria e procesit gjyqësor. Albina, të ndalojmë pak të ndarja e dy proceseve. Ndarjen procesin kur ka nisur tashmë një procedurë për zgjidhjen e martesës dhe kur nuk ka nisur ajo, kur ngrihet padia dhe a pezullohet gjyqi i zgjidhjes së martesës në momentin që ngrihet një padi për aftësi të prezumuar? Atëherë, unë kam pasur një rast, ka qenë në gjykatën e Korçës, edhe vetë klientja më tha që kam 3 fëmijë. Okej, thash, vazhdojmë procesin, dua të rinë fëmijët me mua, okej. Njëri nga fëmijët ajo e kishte nga një lidhje jashtëmartësore që mua nuk ma kishte treguar. U paraqita në gjykatë edhe pala tjetër kishte bërë një kërkesë për pezullim, sepse ndërkohë ajo kishte hapur një proces kundërshtimi atë aftësie të prezumuar për fëmijën. Sepse thoshte që fëmija nuk është i personit, ai është baba i prezumuar, por nuk është i palës tjetër. E ka nga një lidhje jashtëmartësore dhe thoshte nëse do zgjidhet martesa, duke qenë se ka një fëmijë në mes, edhe pse nuk është fëmija biologjik, do i caktohen detyrimet, do vendoset me kë do rri, do vendoset detyrimi ushqimor, dhe në këtë rast gjykata e pezulloi gjykimin dhe ende sot nuk ka një datë, edhe arsyetimi ishte i tillë, të mbaroj procesi ADN-s, të përcaktohet aftësia e vërtetë e fëmijës dhe pastaj të rihapet edhe një herë procesi i divorcit dhe ky fëmijë, nëse nuk është i babait të prezumuar, pra që nuk është babai biologjik, atëherë në këtë rast do zgjidhet edhe martesa dhe do merret në fund. Ka pasur edhe raste të tjera që gjykata gjatë procesit ka lindur një fëmijë, shumë gjykata e kanë injoruar, e kanë caktuar, domethënë i kanë dhënë detyrim ushqimor një personi tjetër që ka bërë martesën, edhe pse s'ka qenë babai biologjik, vetëm sepse ka lindur gjatë martesës dhe ka lindur në një lidhje jashtëmartësore dhe janë vënë të drejta dhe detyrimet dhe gjykata ka thonë unë nuk shprehem për këtë pjesë, vazhdoni procesin tjetër, pra ka pasur problematika nga më të shumtat që ndeshën dhe unë për këtë arsye mendova që ta cekim të temë për të ndërgjegjësuar njerëzit, sepse informacioni është një diçka që është shumë e rëndësishme, sidomos fusha ligjore. Edhe kisha edhe diçka, domethënë, më ka ndodhur që kisha një proces, nisa një proces kundërshtime të aftësie të prezumuar, edhe ishte një fëmijë gjatë kohës që po bëj procesi lindi fëmija i dytë. Dhe përdor ato manovrat e avokatit, pra 185 e kodit të procedurës civile, shtimi i objektit, e futa në objekt edhe këtë fëmijë, u bë ADN-ja për të dyja fëmijët, mbaroi gjyqi, mori formë të prerë, sërish zonja kishte bërë me lidhjen jashtëmartësore, kishte bërë edhe një fëmijë tjetër. Dhe në këtë rast i thash, ka pa fatet, sepse kalojnë 300 ditët, siç ta shpjegova. Dhe nëse bëhet martesa e dytë, atëherë regjistrohet me aktin biologjik që kjo ka bërë martesën e dytë dhe në këtë rast funksionoi. A mendon që është ndërgjegjësuar masa apo faktori social ka ndikuar në ndërgjegjësimin e masës për t'i kapur këto afatet ligjore dhe për ta shmangur këtë aftësinë e prezumuar, është rritur ndërgjegjja e njerëzve për t'i shkuar mbas procedurave ligjore për një aftësie? Për mendimin tim, jo. A vjen pak nga mentaliteti që ne kemi si shoqëri? Po, shumë e vërtet. Ne nuk duam informacionin. Informacioni është thelbi çdo gjëje. Në çdo fushë të caktuar informacioni të ndihmon në ligj, domosdoshmë që duhet të kesh një uri të duar ligjore, por kjo jeta moderne, këto lidhje që krijohen, është të shpeshta, këto tradhti bashkëtorë, martesa që s'funksionojnë, janë edhe këto produkt i këtyre gjërave që po na ndodhin. Gjykata, a nuk kanë një ndjeshmëri për sa i takon përshpejtimin të këtyre proceseve, duke qenë se objekti është një i mitur edhe prevalon interesi i miturit në çdo kohë? Si trajtohet në fakt nga gjykata ky si fenomen? Për të thënë vërtetën, reforma në drejtësi që u trumbetua se do ishte suksesi çdo gjë, në fakt për ne avokatët dhe për gjithë shoqërinë solli pasoja shumë të dëmshme lidhur me atë që postulatin drejtësi e vonuar, drejtësi e mohuar. Pra, personalisht, kur kam hapur zyrën time private në vitin 2022, pas eksperiencës në disa zyra, ishte blokuar çdo gjë. Nuk dilte data, kalonin muaj,
Sërish tani kanë ardhur disa gjyqtarë të ri, po prapë do me thënë, akoma nuk është ai procesi shpejt, sepse njerëzit kanë probleme, duan zgjidhjen e problemeve të tyre sa më shpejt, por sërish gjykatat, edhe pse është interesi më i lartë i fëmijës, ka shumë gjyqtarë që nuk e marrin parasysh, ka të tjerë që e marrin parasysh, ka gjyqtarë të ri që po shtohen dhe ato nëse ke shansin të bie shorti, mund marrësh një datë më të shpejt. Kjo është situata. Në këto procese gjyqësore të miturit, a janë pjesë e procedurës apo evitohen? Atëherë, të miturit, ndryshe nga rastet e zgjidhjes së martesave, ku të miturit mbi 10 vjeç duhet të jenë prezent para gjykatës edhe të merren në pyetje nga gjykata, në këtë rast nuk është e nevojshme, sepse testi ADN-s në shumicën e rasteve bëhet në klinika ose kam pas raste është bërë dhe te zyra ime. Mënyra se si bëhet ky test është administrimi i gjendrave të bështymës nga goja të fëmijës dhe personit atit që prezumohet, edhe zakonisht të bën në klinika private, thjesht eksperti jep atë konkluzionin e vet, edhe ja paraqet gjykatës, nuk është e nevojshme prania e të miturit. Po, lehtësues, po. Albina, në rast se një i mitur rezulton që ka trashëguar pasurinë e një prindi i cili mund të ketë ndëruar jetë, por nuk ka qenë, është prezumuar si atë biologjik dhe rezulton pas disa kohësh që ai nuk ka qenë babai i real i këtij fëmije. Si kundërshtohen këto veprimet ligjore apo pasoja ligjore që vjen nga trashëgimia? Atëherë, me sa kuptova, do me thënë, nuk ka qenë babai dhe ka trashëguar fëmia për shkak të ndërimit të jetë të babait, më vonë del që ky realisht nuk ka qenë fëmia biologjik, por ka trashëguar nga të mirat pasurore të këtij prindi. E kuptoj. Atëherë, në këtë rast, besoj sepse duhet bërë kundërshtimi i trashëgimisë. Si trashëgimi e pavlefshme dhe njëkohësisht duhet bërë dhe një proces për sa përket përcaktimit të aftësisë së fëmijës. Dhe në këtë mënyrë mendoj se mund gjejë një zgjidhje. Cila është thirrja jote publike, le të themi, ndërmjet proligjit, për sa i takon ndërgjegjësimit të prindërve, sepse lehtësisht e kuptueshme që në këtë proces viktima janë fëmijët dhe pjesa më vulnerabël janë fëmijët. Cila është thirrja publike për ndërgjegjësimin e partnerëve për sa i takon këtyre aspekteve të ndarjes së aftësisë biologjike, aftësinë e prezumuar? Unë mendoj se esenca e gjithë kësaj gjëje, do të thënë këto probleme që vijnë, janë nga grindjet, mosmarrveshjet e të çifteve. Pra janë shkaktarë të divorcit që pastaj në momentin që nuk ka më mirëkuptim ndërmjet palëve, ekzistojnë mosmarrveshje, kemi tradhti bashkëtorë, kemi shumë faktorë të tjerë të zgjidhjes së martesës, atëherë këto janë faktorë që çojnë që pastaj njëri nga partnerët krijojë një lidhje paralele, të bëjë një fëmijë, edhe kjo është vetë ky fenomen i shoqërive moderne që ne jetojmë, këto zgjidhje martesash që shtohen dita ditës, edhe mendoj që duhet të mendojnë më mirë, duhet të kenë një informacion të duhur ligjor. Pra ndërgjegjësimi është e vetmja formë për ta zbutur pak efektin social të këtij fenomeni, sepse në finale nëse një gjë ndodh aty brenda një familje të ligjëruar dhe një gjë nuk shkon ashtu siç duhet, duhet patjetër të mendohet gjithmonë prevalimi i interesit të miturit. Albina, të falenderoj për prezencën, ishte kënaqësi. Ju ftoj të gjithëve të na ndiqni në episodet e radhës të ProLigj Podcast, ku do trajtojmë tema nga më të ndryshmet, sa më praktike dhe sa më në interesin tuaj publik.